Lefter, Çipa ne e njohim me Bekën, Beke Bar dhe Bore Mali, ti e Ilaçi Çobanit, janë vargjet e mëdha të Lefter Çipës që në vitin 1976, por jo vetëm, thellësat që hedhin valle, në një arë, në një lëndin, trioja e famshme e Vlorës, ka ato kënga që bukura që këndojnë dhe sot me vargjet e Lefter Çipës, dhe në reklam soa që dhe Marisa Ekonomi ka një këngë aq të bukur me tekst të Lefter Çipës. S'të kam harruar. S'të kam harruar kënga e saj me një videoklip shumë bukur me muzikë të Adi Hilës, edhe ngeli dashnori fjalës Lefteri deri në fund më duket. Po rrit në Vlorën e Ali Aslanit, biles ai nuk i thoshte Ali Aslani, po Aslan Aliu. Aslan Aliu. Edhe ndoshta në fillesat poetike të influenca stilistike e Ali Aslanit, mënyra, racionaliteti gjuhësor dhe të themi estetika e fjalës dhe metaforës, ishte një shkollë më vete. Dhe ai ishte një pres që u bashkërit me artistët më jetë gjatë të qytetit Vlorës. Sepse ai ishte një prej tyre. Edhe ti shkruan, ne do flasim edhe për këtë, po unë do të kam shkëputur diçka nga një poezi e jotja, ku ti shkruan për babain tënd dhe shkruan: I mat ka një hall për qiejt, me qindra cigare ndez dhe sulmon mushkrit, dhe qiejve u jep sinjale me tymin. Ka kohë që syt janë strukur në lëkurën e lodhur të fytyrës, si në zgafell shkëmbinjsh ende fshe, metafora manushaqesh të shpirtit, në këmbët e tij është deti. Gjiri magjike i marës, monofonia tjetër, po sy tek malet i ngre, ka aq subjekte, dhe heshtjen e ngjall si balad të vjetër. Çfarë ndikimi ka Lefter Çipa te këtu? Në pikpamjen e jetës fizike unë kam qenë pak pranë tij, por influenca për shkak të talentit të tij dhe të krijimtarisë është e madhe dhe mbetet. Në periudhën e fundme të jetës fizike të tij, unë isha lexuesi dhe redaktori i parë i tij, jo në të gjitha rastet ai ngelej kënaqur nga redaktimet, por kjo dha një mundësi që të lexoj ndryshe toposin, vendin tonë, i marrën dhe në mënyrë të veçantë raportin e thellësishëm substancial midis Marrës edhe Llabërisë. Lefteri ishte interpret i shkëlqyer i Llabërisë në shumë dimensione, edhe në kuptimin antropologjik dhe kulturologjik, edhe trashëgimor, edhe estetik, por mbi të gjitha ishte një lexues ose dekodifikues i jashtëzakonshëm i asaj që ofronte Llabëria në relievin e saj, në natyrën e saj, në raportet njerëzore, në elementet fisnore dhe krajinareske, kodet e fisme. Dhe bënte ndërlidhjen dhe ndërkalljen e raportit midis Llabërisë bregdetare dhe Llabërisë, le të themi, kontinentale. Dhe këtë shkollë unë nuk do ta merrja dot nga askush tjetër, qoftë edhe studiues, edhe qoftë edhe studimet, po them, si kundër mund ta merrja. U bët shok ju të dy? Jo, sepse ai ishte një tip prudent, ishte klasik kështu si prim. Kishte një autoritet, jo përmes kështu se unë s'mbaj mend që të ketë. E qartë, po fjala. I përgdhelur i tij, por fjala e tij kishte një autoritet në raporte. Ai sa e kam thënë dhe dikund që ai sa rrinte në shtëpinë e çoheshim këmbë. Kishte një autoritet shumë imponues. Dhe ndoshta edhe me estetikën trupare të tij na ndikonte shumë, sepse bënte diferencë. Ai ishte një periudhë edhe e varfër, kur flasim gjithmonë në vitet 80, dhe ai gjente mënyrën edhe kputucët, edhe brykin e pantallonave, dhe kostumet, edhe shallat, sa atë ishin në modë, sallë apo fshfshet quheshin disa pallto tipike. Kështu i zgjidhte edhe e respektonte gjithmonë kodin. Dhe këtë gjë e përcillte edhe tek perimetri njerëzor që e rrethonte. Në mënyrë të veçantë përcillte te grupi i pilurit, të cilin ai e konsideronte, kështu publikisht e quante kryeveprën e vet, por familjen e parë thoshte un kam grupin e pilurit, pastaj kam fëmijët e mi. Është qartë. Dhe në fakt i dha emër grupit pilurit. Po, pati një veprimtari gati 60 vjeçare, nuk ishin pak. Të emocionon, Sander, kur flitet kaq shumë për Lefterin, kur bëhet çfarë ndjen? Po tash unë jetoj me nostalgjinë edhe me dhimbjen e mosqenies fizike të tij. Por, padyshim, e vlerësoj edhe që më shumë, në brezat njerëzore ekziston edhe që quhet lufta e brezave.
po nuk e vrej këtë gjë. Në këtë Të ka shtypur mbi emri dhe fama e tij? Jo, sepse unë kam qenë në një fushë tjetër të jetës dhe të krijimtarisë sime. Unë kam qenë në publicistik, në gazetari, në media. Ai ishte në fushën e folkloristikës edhe të trashëgimisë, edhe të etnokulturës, kështu që ne nuk i kisha këtë gjë. Është barë e madhe emri një babai kaq të madh ndonjëherë. Po më shumë, po them atributin e parë unë e kam edhe kënaqësinë e madhe edhe e kam tek kontributi për identitetin që ka lektari. Domethënë, se kam jetuar dhe në një vend me diversitete të kësaj natyre, në mikroshoqërinë me diversitet, sidomos kjo bë edhe më evidente në periudhën e tranzicionit, kryesisht pas 90-s, ku u vërejtën shumë gjëra që nuk mendoheshin në shoqërinë dhe sidomos në raportet mendore të individëve të shoqërisë. Kriza e identitetit, dualiteti etnik, pasja e, le të themi, 2-përkatësive apo 3-përkatësive, këto nuk pranoheshin nga, jo mentaliteti po, por nga ajo brendia njerëzore që kishte i madh, dhe për të jam shumë krenar. Sa i deklamonte në mënyrë jo retorike dhe patetike, por në mënyrë të brendshme, natyrale, identitetin shqiptar. Ndi një krenar jo në kuptimin propagandistik të fjalës, por në kuptimin substancial. Ai jetonte me kulturën shqiptare si një qenie specifike, se e interpretonte atë në kuptimësinë e thellë dhe në melosin si autenticitet i një bote dhe një natyre shoqërore. Një karakter dhe një emër që do të trashëgohet brezave dhe Lefteri Çipa, siç e thash, është shumë këngë mund të quhen nga populli. Në fakt janë vargje të Lefter Çipës edhe Bekën e Bardh, kush nuk e këndon, të rinj, të vjetër, ka shumë versione, nuk ka artist që nuk i di në për pabe, në për klabe, kur vijet edhe që e këndojnë dhe këngëtarë të mëdhenj, të gjithë e këndojnë një zëri. Unë e mbaj mend në për mjegullat në grupin e Pilurit që e këndonte aq bukur.